Në Havan, errësira është kthyer në një realitet të përditshëm për mijëra banor. 6 muaj pas bllokadës së naftës të vendosur nga Shtetet e Bashkuara ndaj Kubës, sistemi energjetik i ishullit po përballet me një krizë të thellë, ndërsa infrastruktura e vjetëruar nuk arrin të përballojë mungesën e karburantit. Në shumë prej ndërtesave të vjetra të banimit, të njohura si solares, familjet përballen rregullisht me ndërprerjet e gjata të energjisë elektrike. Frank Alfonso, një banor i Havanës, gjitet pothuajse çdo natë në çatinë e ndërtesës së tij për të fjetur, në përpjekje për të shpëtuar vapës mbytëse gjatë fikjeve të dritave. Situata që po kalojmë është stresuese për të gjithë. Për mua, të paktën, kjo tarracë më ka ndihmuar disi, edhe pse është vetëm çatia e korridorit, thot ai. Rrjeti kombëtar elektrik i Kubës ka pasur disa kolapse gjatë këtij viti, ndërsa centralet e vjetra dhe mungesa e karburantit kanë vështirësuar furnizimin normal me energji. Në këto kushte, shumë familje përpiqen të mbijetojnë me zgjidhje alternative. Talia Castillo kujdeset për foshin e saj 3 muajshe vetëm me ndihmën e një ventilatori të vogël me bateri të rikarikueshme. Ajo thotë se shpesh familjet kanë energji vetëm për disa orë në ditë, ose ndonjëherë vetëm për pak minuta. Ne mbijetojmë fal familjarëve që jetojnë jashtë vendit. Gjyqja ime na dërgoi një bateri portative që të ruajmë ushqimet, sepse kemi 2 fëmijë. Por nuk mund të jetojmë vetëm nga ndihma e të afërme jashtë Kubës, shprehet ajo. Pavarësisht mungesës së energjisë, banorët përpiqen të ruajnë normalitetin. Të shtunën në mbrëmje, disa prej tyre u mblodhen në rrugë për të parë një ndeshje futbolli në një televizor të lidhur me një gjenerator. Juan Pablo Plat tregoi se fqinjet e kthyen një moment të vështirë në një takim komunitar. Ndërsa kriza vazhdon, shumë kubanë përballen çdo ditë me një pyetje të thjeshtë, por të vështirë: si të jetojnë pa drita?